Parlamenti i Malit të Zi ka ratifikuar së fundmi marrëveshjen me Shqipërinë për ndërtimin e urës së re mbi lumin Bun. Marrëveshja për ndërtimin e urës u nënshkrua në Podgorisë 27 shkurtin e vitit 2023 nga kryeministrat e dy vendeve, Edi Rama dhe Dritan Abazović. Marrëveshja mes dy vendeve është ratifikuar më parë nga Kuvendi i Shqipërisë, më pas botuar në fletorën zyrtare në qershorin e vitit 2023. Objektivi i përgjithshëm i projektit është ndërtimi i urës që përmirëson lidhjet ndërkufitare mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, duke krijuar kushte për shfrytëzimin maksimal të potencialeve natyrore dhe kulturore, si dhe forcimin e zhvillimit ekonomik dhe social në rajon. Hartimi i projektit është përgatitur me burimet financiare të palës shqiptare nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Gjatësia totale e urës do të jetë 310 metër dhe diapazoni midis dy shtyllave mbështetëse 139 metër. Ura do të jetë 17 metër e gjerë, do të ketë dy korsi trafiku nga 3.75 metër secila, dy trotuare nga 2 metër dhe dy korsi biçikletash nga 1.25 metër secila. Ura do të lidh 34 km plazhe me rër, të cilat vizitohen nga rreth 530.000 turistë çdo vit. Distanca aktuale që lidh Ulçinin me Velipojën është 73 km, ndërsa me ndërtimin e urës do të reduktohet në vetëm 1 km. Projekti pritet të kushtojë rreth 20 milion euro dhe sipas marrëveshjes do të bashkëfinancohet në masën 50% nga secili vend, duke përfshirë kostot totale të ndërtimit, mbikëqyrjes së punimeve dhe shërbime të tjera që lidhen me realizimin e këtij projekti, të rëndësishëm për zhvillimin e turizmit në të dy vendet.